تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllezër të dashur. Si që është lajmëruar dhe e njohur në plan programin e sotëm, do jetë tema e ligjëratës sabri, durimi. Dhe Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ka thënë se durimi, sabri në aspektin gjuhësor, do të thotë përmbajtje, frenim dhe ndalimi i vetës. Përmbajtje, frenim dhe ndalimi i vetës. Kjo është kuptimi i sabrit në aspektin gjuhësor, në aspektin linguistik. Dhe pastaj thotë Sheikhul Islami Ibn al-Qayyim rahimahullah se sabri në kuptimin terminologjik është ta përmbash vetën nga dëshprimi dhe pakanëqësia ndaj caktimit të Allahut, ta përmbash gjuhën nga ankesat dhe ti përmbash gjymtyrat nga veprimet që shprehin shqetësim e pakënaqësi, si goditja e vetës, shqyrja e robave e të ngjajshme. Durimi i sabri është 3 llojesh. Vazhdon Ibn Qayyim rahimahullah dhe thotë se sabri është 3 llojesh. Lloji i parë është durimi në bindje ndaj Allahut, lloji i dytë është durimi për të përmbajtur nga mëkatet ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe lloji i tretë dhe i fundit është durimi ndaj sprovave që Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar. Thot Ibn Qayyim rahimahullah në vazhdim duke thënë, dy llojet e para të durimit kanë të bëjnë me atë që robi e fiton dhe e zgjedh me veprimin e tij, ndërsa lloji i tretë ka të bëjnë me atë që i ndodh robit pa qenë në dorën e tij dhe pa me pasur zgjedhje në të. Ky lloj i fundit dhe i treti që është durimi ndaj sprovave që Allahu Teala ja cakton robit vet, këtu domethënë këta ndodhin pa me pas zgjidhje robi. Për këtë që me kuptu se me shembujt kuptojnë edhe sendet më mirë dhe kapen më mirë, ka përmend këtu një fjalë Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah, të cilën e ka dëgjuar nga shejhu i tij, Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, duke thënë: durimi i Jusufit alayhi salatu wa salam për të mos ju përgjigjur kërkesës së gruas së Azizit ishte më i plot dhe më i lartë se durimi i tij kur vëllezërit e hodhën në pus, e shitën si skllaf dhe e ndan nga babai i tij. Këto të fundit domethënë, hedhja në pus, shitja si skllaf dhe ndarja nga babai i tij, këto ishin ngjarje që i ndodhen Jusufit alayhi salatu wassalam pas zgjedhjen dhe vullnetin e tij. Kurse te çështja domethënë me bashkëshortën e Azizit, ministrit të Egjiptit, aty ishte domethënë në zgjidhja në dorën e tij, dhe sidomos nëse i marrin parasysh rrethanat dhe situatën se si ishte, kjo tregon domethënë se durimi në atë rast ishte më i plot dhe më i lartë. Prandaj
O vëllezër të dashur, durimi është prej cilësive më madhështore dhe më fisnike. Pozita e tij është e lartë dhe vlera e tij është e madhe. Allahu i lartësuar i ka lavdruar durimtarët dhe po ashtu edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Durimi është cilësie të dërguarve, të profetëve, të njerëzve të devotshëm. Frytet e tij janë të fisnike dhe madhështore, si në këtë botë, edhe në botën tjetër. Transmeton sahabiu i nderuar Suhejb ar-Rumi radhiyallahu anhu, dhe hadithi është në Sahih Muslim, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhalika illa lil-mu'min, in asabathu sarrah shakara fa kana khayran lah, wa in asabathu darrah sabara fa kana khayran lah." Thot, përkthimi i hadithit është: fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam është e mrekullueshme çështja e besimtarit. Çdo gjë që i ndodh atij është e mirë. Dhe kjo nuk i takon askujt përveç besimtarit. Nëse godit një e mirë, ai falenderon Allahun dhe kjo është mirë për të. E nëse godit një fatkeqësi, ai bën durim dhe edhe kjo është mirë për të. Ibnul Qayyim rahimahullah thot se prej pozitave, prej gradave, prej shkallave të ajetit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in është pozita, grada e durimit. Do të thonë prej pozitave më madhështore, që është pozita e ubudijes ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe që është qëllimi dhe synimi pse është i krijuar njeriu, që ta veçojnë Allahu subhanahu wa ta'ala me adhurim. Kjo pozit, që është pozita më madhështore që mund njeriu të arrijë, ka menazil, ka shkalla dhe grada. Prej atyrve shkallave dhe gradave është grada menzilatu sabr, është shkalla, grada e durimit. Dhe Imam Sunna, Imam Ahmed rahimahullah ka thënë, Allahu e ka përmendur durimin në Kur'an afërsisht në 90 vende. Në 90 vende, dhe kjo tregon prapë pozitën madhështore që e ka sabri në fen tonë. Dhe durimi, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, dhe durimi, sabri është obligim me konsensusin e ummetit. Prandaj, durimi ndaj besimit, ndaj imanit, është si koka ndaj trupit. Nuk ka iman për atë që nuk ka durim. Ashtu si që nuk ka trup për atë që nuk ka kokë. Do të thonë nuk ka jetë. Nuk ka jetë për atë njeri i cili nuk ka kokë. Kështu është pozita dhe lidhja e durimit me imanin, sikurse që është pozita dhe lidhja e kokës me trupin e njeriut. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah ka thënë, Allahu e ka përmendur së bashku durimin me namazin, ku thot Allahu Ta'ala: "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un." Kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz. Vërtet, kjo është e rëndë, përveç se për ata që janë të devotshëm, ata që janë të bindur se do të takojnë Zotin e tyre dhe se tek ai do të kthehen. Umar al-Faruq, hadhi umma, Umar radhiyallahu anhu ka thënë,
jetën më të mirë që e kemi përjetuar, e kemi arritur me durim. Jetën më të mirë, më të këndshme që e kemi arritur, e kemi përjetuar, do më thonë, me arritjen e sabrit, duke qenë durimtar në këtë fe, se pa tjetër njeriu do sprovohet, dhe pa tjetër duhet me bo sabër gjatë zbatimit të obligimeve, dhe pa tjetër duhet me bo sabër duke u larguar prej mëkateve, dhe pa tjetër duhet me bo edhe sabër ndaj fatkeqësive dhe goditjeve që i ndodhin njeriut, dhe sahabët ishin shembëltyra më e mirë në këtër. Ata duruan në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe prandaj thot Omeri radiallahu anhu se jetën më të mirë që kemi përjetuar e kemi arritur me durim. Po ashtu në Sahih Muslim është transmetuar nga Abu Malik al-Ash'ari radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë as-sabru diya, se durimi është dritë. Durimi, sabri është dritë. Mejmun ibn Mihran rahimahullah ka thënë, asnjë rob, asnjë njeri do më thënë, nuk ka arritur donjë të mirë të madhe, qoftë prej pejgamberve apo prej dikujt tjetër, veç se me durim. Veç se me durim. Do më thonë, ato arritjet e mëdha arriten me durim, me sabër. Se Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ja ejuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. O ju që keni besuar, bëni durim, nxitni njërin tjetrin në durim, qëndroni të palëkundur dhe kjeni frikë Allahun që të shpëtoni. Shekh Abdurrahman es-Saadi rahimahullah thot në tefsirin e këtij ajeti, pastaj Allahu i nxiti besimtarët drejt asaj që i çon ata në shpëtim, fitore, lumturi dhe sukses. Ai u abori të qartë se rruga që të çon drejt kësaj është përmbajtja e vazhdueshme në durim. Rruga drejt fitores, rruga drejt shpëtimit, lumturisë dhe suksesit është duke i përmbajtur vetes në mënyrë të vazhdueshme sabrit. Ebu Lejth es-Samarkandi rahimahullah ka thonë, dije se robi nuk e arrin pozitën e njerëzve të zgjedhur të dalluar përveç se me durim. Përveç se me durim ndaj vështirësive dhe dëmeve që e godasin. Allahu i lartësuar e urdhëroi të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam me durim, duke i thënë fasbir kema sabara ulil azmi minar rusul. Andaj bëj durim ashtu siç kanë bë durim të dërguarit e vendosmërisë lartë. Jo vetëm thjesht me bë durim, po me bë durim, me bë sabër ashtu siç kanë bërë të dërguarit më të dalluar dhe me vendosmëri më të lartë. Ibn Hibani rahimahullah ka thënë, durimi është përmbledhja e çdo çështjeje, rregullimi i vendosmërisë, shtylla e mendjes, fara e së mirës. Ebu Jezid ar-Raqi rahimahullah ka thënë, e pyeta Fudhejl ibn Iyadin në rreth fjalës së Allahut, selamun aleikum bima sabartum. Paqja qoftë mbi ju për shkak të durimit që keni bërë. Ai, Fudhejli rahimahullah tha, ata i përmbajtën vetët e tyre në ato që Allahu i urdhëroi prej bindjes ndaj tij, dhe i përmbajtën vetët e tyre nga ajo që ai u ndaloi prej mëkateve. Prandaj, kur Allahu i nderoi me laçet u than atyre, selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Paqja qoftë mbi ju
për shkak të durimit që keni bërë. Sa përfundimi mrekullueshëm është vendbanimi i fundit. Ja Abdullah, ky vendbanimi i fundit duhet të jetë synimi jonë. Dhe ai u takon të durimtarve, ata që kanë duru në fenë Allahut subhanahu wa taala duke i zbatuar obligimet dhe duke qëndruar larg ndalesave dhe harameve. Duroje vetën tënde, duroje dhe nxitje dhe familjen tënde për durim, sepse janë vetëm disa qaste dhe shpërblimi është madhështor, se Allahu Teala thotë: fa ni'ma uqbad dar, sa përfundimi mrekullueshëm është vendbanimi i fundit. Bëj durim në tauhid, bëj durim në sunnet, o ti që je pasues sunnetit dhe i metodologjisë së selefëve. Bëj durim ndaj dëmit dhe shqetësimeve që vijnë nga kundërshtarët të metodologjisë profetike. Se Allahu subhanahu wa taala thot, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ne do të ju sprovojmë me diçka nga frika, uria, paksimi i pasurisë, i jetëve dhe i frutëve, dhe përgëzoj durimtarët. Shekh Abdurrahman Es-Saadi rahimahullah thot, në tefsirin e këtij ajetit, Allahu i lartësuar ka lajmëruar se patjetër do t'i sprovoj robërit e tij me vështirësi, në mënyrë që të dallohet i sinqerti nga gënjeshtari dhe ai që dëshpërohet nga ai që bën durim. Kjo është prej ligjit të Allahut ndaj robërve të tij, sepse shikoni këtë fjalë madhështore, me këtë kuptim të thellë dhe madhështor, sepse sikur mirëqenia dhe begatia të vazhdonte gjithmonë për njerëzit e besimit dhe të mos shoqëroheshte me sprova, do të ndodhte përzierja mos dallimi mes njerëzve, e cila ishte prishje, ndërsa urtësia e Allahut kërkon që të dallohen njerëzit e së mirës nga njerëzit e së keqes. Kjo është dobia e sprovave. Dobia e sprovave është që të dallohen njerëzit, sinqertit nga gënjeshtarët, të vendosurin nga ata domethënë që nuk kanë vendosmëri. Thotë shehu në vazhdim se nuk është qëllimi i sprovës që t'u alargojnë Allahu subhanahu wa taala besimtarve besimin që e kanë, e as t'i kthejnë ata nga feja e tyre. Allahu nuk do ta humbte kur besimin e besimtarve. Dhe po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dhe ne prej tyre ne bëm prijes, imam, që udhëzonin me urdhrin ton, kur ata bën durim dhe ishin të bindur në argumentet tona. Thotë Shekh Abdurrahman Es-Saadi rahimahullah në lidhje me këtë ajet, ata arritën këtë pozitë të lartë vetëm përmes durimit në kërkimin e dijes dhe mësimdhënien e saj, në thirrjen për tek Allahu, si dhe në përballimin e të dëmeve dhe vështirësive në rrugën e tij. Ata gjithashtu i përmbajtën vetët e tyre nga tërheqja drejt mëkateve dhe nga zhytja në epshe dëshira. Dhe shikoni këtu, a'immatan yahduna bi amrina, ishin prijes, ishin imamlar që udhëzonin me urdhrin ton, i udhëzonin njerëzit me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, jo nga ideat e tyre personale, jo nga tekat dhe epshet e tyre, por
thirrja e tyre ishte ndërtuar mbi shpallje. Atëherë janë ata imamët të vërtet dhe prijes të vërtet, kur punojnë me atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka shpallur. Sulejman ibn al-Qasim rahimahullah ka thonë, çdo vepër dihet se sa është shpërblimi i saj, përveç durimi, se Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me të vërtet, durimtarve do t'u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Pa mas. A i tha, Sulejman ibn al-Qasim, do me thonë, si uji që rjedh me bëllëk, pa ndërprerje. Hasan el-Basri rahimahullah ka thonë, durimi është një prej thesarve të së mirës. Allahu nuk ja jep ato askujt, përveç një rob që është i nderuar tek ai. Përveç një rob që është i nderuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot imami tabinve Sufjan el-Thauri rahimahullah, besimtari ka nevojë për durim, siç ka nevojë për ushqim dhe pije. Hasan el-Basri rahimahullah thot, një burr nga brezat e para u ofendua nga një person tjetër. Atëherë ai u ngrit duke e fshirë djersën nga fytyra e tij dhe lexoi fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, wala man sabara wa ghafar inna dhalika la min azmi al-umur. Por kush bën durim dhe fal, me të vërtet kjo është prej çështjeve që kërkojnë vendosmëri të madhe. Tha Hasani radiallahu anhu wa rahima, pasha Allahun, ai e kuptoi dhe përvetsoi këtë ajet, kur ignorantët e kishin humbur kuptimin e tij. Ai u ofendua, e fyje tjetri, e nënshmoi. Por përgjigjja e tij ishte me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, që ai duroi dhe ja fali. Dhe këto janë grada të larta, të durojsh dhe t'ja falish tjetrit. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ka thonë për durimin, për sabrin, se durimi në Kur'an është përmendur në 16 forma, në 16 lloje, thuje dhe kategori. Forma e parë e llojeve të durimit që përmendet në Kur'an, urdhërimi për durim. Urdhri do më thonë që besimtarët, muslimanët të bëjnë sabër. Si që është fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dhe bëj durim, sepse durimi yt nuk është veç se me ndihmën e Allahut. Forma e dytë, ndalimi nga e kundërta e durimit. Ndalimi nga e kundërta e durimit. Forma e tretë, lavdrimi i njerëzve të tij, do më thonë durimtarve. Si që është fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ata që bëjnë durim, ata që janë të sinqert, ata që janë të bindur, ata që japin lëmosh dhe ata që kërkojnë falje në kohën e agimit. Dhe ky lloj lavdrimi i durimtarve, thot Ibn Qayyim rahimullah, është i përmendur shumë në Kur'an. Forma e katër, Allahu i lartësuar e ka bërë të domosdoshme dashurinë e tij për durimtarët. Si që është fjala e tij, wallahu yuhibbu s-sabirin, dhe Allahu i do durimtarët. Forma e pestë, Allahu i lartësuar ka bërë që të jetë me ta, me durimtarët
dhe kjo është një shoqërim i veçantë, i cili përfshin ruajtjen e tyre, ndihmën dhe përkrahjen e tij për durimtarët. Kjo nuk është shoqërim i përgjithshëm, i cili është shoqërim me dije dhe përfshirje së gjithçkajt. Thot Allahu i lartësuar: "Wasbiru inna Allaha ma'a sabirin." Dhe bëni durim, sepse vërtet Allahu është me durimtarët. Se me të vërtet Allahu është me durimtarët. Kjo është ajo ma'iyatu khassa. Ma'iyatul khassa, se ka ma'iyatu amma që vlen për të gjitha krijesat, dhe ajo ma'iyatu khassa e veçantë dhe specifike që është vetëm për besimtarët. Forma e 6, lajmërimi i tij se durimi është më i mirë për njerëzit. Siç është fjala Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa an tasbiru khairun lakum." E nëse bëni durim, nëse bëni sabër, kjo është më e mirë për ju. Forma e 7, dhënia është përblimit për ta sipas veprave të tyre më të mira. Siç e thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wala yajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allahu do t'i shpërblej durimtarët me shpërblimin më të mirë dhe më të përsosur për veprat e tyre. Forma e 8, dhënia e shpërblimit për ta pa llogari. Siç e thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Me të vërtet, durimtarëve do t'u jepet shpërblimi i tyre pa llogari. Forma e 9, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, dhënia e përgëzimit për durimtarët. Siç thot Allahu i lartësuar: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ne do t'ju sprovojmë me diçka nga frika, uria, paksimi i pasurisë, i jetëve dhe i frutëve, dhe përgëzoj durimtarët. Forma e 10, garantimi i fitores dhe përkrahjes për durimtarët. Siç e thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 min al-malaikati musawwimin." Po nëse bëni durim dhe ruheni nga mëkatet dhe ata ju sulmojnë me njëherë në këtë mënyrë, Zoti juaj do të ju ndihmoj me 5,000 me laçe. Kur realizohet ndihma, kur besimtarët janë të durueshëm në zbatimin e fesë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe që ndrojnë larg mëkateve, duke duru, atëherë realizohet ndihma, atëherë realizohet fitoria. Si ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna an-nasra ma'a as-sabr." Me të vërtet, fitoria vjen me durim. Me të vërtet, fitoria realizohet me durim. Forma e 11, lajmërimi se njerëzit e durimit janë njerëzit e vendosmërisë së lartë, të qëndrueshmërisë së fortë, siç thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wala man sabara wa ghafar inna dhalika la min azmi al-umur." E kush bën sabër dhe fal, me të vërtetë kjo është prej çështjeve që kërkojnë vendosmëri të madhe. Durimtarët janë njerëz me forcë të madhe shpirtërore dhe vendosmëri të lartë, sepse durimi dhe falja kërkojnë një zemër të fortë dhe një vullnet të qëndrueshëm. Forma e 12,
lajmërimi se askush nuk i arrin veprat e mira, shpërblimet e tyre dhe begatit që Allahu jep, përveç njerëzve të durimit, siç thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wailakum thawabullahi khair liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa as-sabirun." Mirë për ju, shpërblimi i Allahut është më i mirë për atë që beson dhe bën vepra të mira, por këtë nuk e arrin veç se durimtarët. Pra, arritja e mirësive të mëdha, shpërblimet të Allahut dhe pozitat të larta nuk bëhen veçse me durim. Forma e 13. Lajmërimi se vetëm njerëzit e durimit përfitojnë nga argumentet dhe mësimet. Se vetëm njerëzit e sabrit përfitojnë nga argumentet dhe mësimet dhe përkujtimet, si që thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayamillah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur." Ne me të vërtet e dërguam Musajn me argumentet tona, nxirri popullin tën nga errësirat në dritë dhe përkujtoju atyre ditët e Allahut. Me të vërtet, në këtë ka shenja për çdo durimtar dhe falindërues. Forma e 14. Lajmërimi se arritja e asaj që e dëshiron njeriu, shpëtimi nga ajo që friksohet dhe hyrja në xhennet nuk u arritën përveç se me durim. Si që thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, salamun alaykum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar." Dhe melaqet do të hyjnë tek ata nga çdo derë, duke u thënë: "Paqja qoftë mbi ju, për shkak të durimit që keni bërë." Sa përfundimi mrekullueshëm është vendbanimi i fundit. Forma e 15. Durimi i asjell njeriu gradën e prijësisë në fe. Thot Ibnul Qayyim rahimahullah: "E kam dëgjuar Sheikhul Islamit Ibn Taymija të thoshte: me durim dhe bindje të palëkundur arrihet prijësia në fe." Pastaj lexoj fjalën e Allahut të lartësuar: "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dhe prej tyre ne e bëm prijes, imam, që udhëzonin me urdhrin ton, kur ata bën sabër dhe ishin të bindur në argumentet tona. Forma e fundit, forma e 16, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, është shoqërimi i durimit me gradët dhe virtytet e islamit dhe imanit. Shoqërimi i durimit me gradët dhe virtytet e islamit dhe imanit. Allahu i lartësuar e ka përmendur sabrin së bashku me yaqinin, së bashku me imanin, me devotshmërinë, me tawakkulin, mbështetjen tek Allahu, me falinderimin, me veprat e mira dhe me mëshirën. Prandaj e kuptojmë tani fjalën që e tha Ibnul Qayyim rahimahullah në fillim, se durimi ndaj imanit është si koka për trupin. Nuk ka iman për atë që nuk ka durim, ashtu si që nuk ka trup për atë që nuk ka kokë. Dhe këtë ligjerat që lusë Allahun subhanahu wa ta'ala ta bëjnë të dobishme për mua dhe për juve dhe për ata që e dëgjojnë, do e përmbyllin me suratul Asr, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq
wa tawasau bis sabr. Përkthimi është pasha kohën. Me të vërtet njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë, bëjnë vepra të mira, këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën dhe këshillojnë njëri tjetrin për durim. Shekh Abdurrahman Es-Saadi rahimahullah thot, me dy cilësitë e para, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, e plotson njeriu vetveten. Ndërsa me dy të fundit, që është ata e këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën dhe e këshillojnë njëri tjetrin për durim, me këto dy të fundit i plotson të tjerët. Me ato dy cilësit të para, me besimin dhe veprat të mira, e plotson njeriu veten e tij. Kurse me këto dy të fundit, duke u këshilluar njëri tjetrin për të vërtetën dhe për durim, i plotson të tjerët. Dhe thot shehu në vazhdim, duke i përmbushur këto 4 çështje, njeriu shpëton nga humbja dhe arrin fitimin e madh. Këto këta 4 duhet mi përmbush. Jo vetëm të thënë, unë e besoj dhe bëj vepra të mira, pa me e këshillu njërin tjetrin për të vërtetën dhe për sabër. Jo, me dy të parët ti veti e plotsu, po me këto dy të fundit kompletohet njeriu, sepse rrethi ka ndikim të personin. Nëse rrethi i tij është i mirë, janë njerëz të devotshëm, njerëz të udhëzimit, ajo patjetër ndikon tek ai për të mirë. E nëse janë njerëz të devijimit dhe mëkatar dhe jo të bindur te Allahu subhanahu wa taala, kjo padyshim se ndikon domethënë në të keqe për atë person. Elus Allahu subhanahu wa taala të na ruaj nga humbja dhe të na bëj prej fitimtarëve, që e këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën dhe për durim. Dhe padyshim domethënë pjesë e këshillës së njëri tjetrit për të vërtetën janë edhe këto seminare. Janë bashkëpunim në hajër. Dhe janë dobiprurës për ata që ligjerojnë dhe po ashtu edhe ata që dëgjojnë. Se këtu dallohen njerëzit e të vërtetës, që ata fillimisht veten e tyre përmisojnë, po pastaj ata përpiqen dhe bëjnë përpjekje të mëdha në përmirësimin e të tjerëve, duke i këshilluar me të vërtetën dhe duke i këshilluar njërin tjetrin me durim, se patjetër kjo rrugë ka nevojë për sabër. Patjetër kjo rrugë ka nevojë për durim. Por duhet gjithmonë t'ja përkujtojmë veten shpërblimet të mëdha që i sjell sabri, sepse edhe sidomos tash periudhën që e kemi, që njerëzit bëjnë darsma, kanë ardhur edhe ato nga jashtë kështu me radhë dhe degenerimi është i përhapur, ndoshta ka njëherë i vjen rand dhe vështirë njeriu të rezistoj kundër këtyrve çështjeve dhe dukurive. Po ja Abdallah përkujtoi këto shpërblime që i presin durimtarët. Dhe dije se janë disa qaste që duhet me duru, që duhet me sakrifiku, që ta fitojsh xhenetin Allahu subhanahu wa taala, që ta fitojsh atë vendbanimin e mrekullueshëm, i cili është vendbanimi i fundit. Mos e vë në lojë, mos e vendos në lojë vendbanimin e fundit për disa qaste në këtë botë kalimtare. Dhe në fund i falenderoj vëllezërit tonë të dashur që kujdesen për këtë xhami madhështore, Ashabul Fath, dhe në krye hoxhën tonë dhe shejkhun tonë, Shejkh Xhemalin hafidhahullah, për mundin, për organizimin
dhe çdo gjë që ka të bëjë me seminarin, para seminarit dhe mas seminarit dhe gjatë seminarit. Allahu është për vlerë me të mira, po ashtu edhe juve Allahu është për vlerë me të mira për dëgjimin të bukur, për sabrin që keni bërë. Edhe porosia ime e fundit është që secili prej neve ato dobit që i ka marrë, që i ka mësuar, që i ka shënu, të kthehet te familjarët e tij dhe t'u apërcjell. Se kjo është rruga e sahabëve ridwanullahi alejhim. Dhe kështu e ruajnë dijen, dhe kështu e përhapin diturinë. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.